Në takimin me shqiptarët e Napolit, kreu demokrati Sali Berisha tregoi se ishin pikërisht 333 ditët e tij në arrest shtëpie, gjatë të cilave ai hartoi projektin Shqipëria Madhështore, emër që mban dhe koalicioni i tij politik për zgjedhjet e 11 majit. Ky projekt fillon me dëmshurinë ndaj tyre që janë në nevojë, ndaj qindra e mijëra burrave dhe grave që numërojnë kafshatën në Shqipëri, ndaj qindra e mijëra burrave dhe grave që nuk marrin dot ilaçet, që nuk mjekohen dot në spitale, tha Berisha. Çdo shqiptar që kthehet për të investuar në Shqipëri, tha Berisha, nuk do të paguajë taksa për 5 vite, ndërsa premtoi rikthimin e taksës 10%. Berisha e kërkoi votën e diasporës që minimumi jetik të jetë 200 euro dhe paga mesatare 500 euro. Pa ai ashtu tha se në Shqipërinë Madhështore, bizneset do ta paguajnë energjinë elektrike me 6 lek kilovati, kurse qytetarët me 7 lek. Ëndrat e shqiptarëve i rënoi Edi Rama, po shpirti i tyre për lirinë, betejë e tyre, virtutet e tyre nuk vdesin kurrë. Ato janë sot më të fuqishme se kudo tjetër tek shqiptarët në vendet e lira. Ndaj dhe ata, me 11 maj, nga deti, nga toka, nga ajri, do vërshojnë në Shqipëri, shqiptarë të lidhin nënat, për të luftuar për Shqipëri, shqiptarë të rritin nënat, për të dalë zotë Shqipërisë, shqiptarë të rritin nënat, për të dalë zotë asaj. Pritë diasporën e Edi Rama, nuk ke vend i tokë. Miqtë e mi, projekti i Partisë Demokratike dhe koalicionit për Shqipërinë Madhështore është projekti më madhështor, projekti më i bukur, projekti më fantastik që Shqipëria ka pa ndonjëherë. Cili do që ka patur fatin të shoh një pikturë të pavdekshmit Ibrahim Kodra, ajo quhen atë Shqipëria fantastike. Shqipëria Madhështore do të jetë Shqipëria fantastike e shqiptarëve. Ky projekt u hartue gjatë 333 ditëve në arrest shtëpie që mafia George Sorosit dhe Edi Rama i rezervuan Sali Berishës. Ky projekt që në pamje të parë të thotë se është një fjalë e stërmadhe, se është diçka e largët, është aq i afërt, është aq real, është mendjen e secilit prej jush, është zemrat tuaja dhe të fëmijëve tuaj, të mbarë shqiptarëve kudo që janë. Miqtë e mi, ky projekt fillon me dhimbshurinë ndaj atyre që janë në nevojë, ndaj qindra mijëra burrave dhe grave që numërojnë kafshatën në Shqipëri, ndaj qindra mijëra burrave dhe grave që s'marrin dot ilaçet, ndaj 10 mijëra shqiptarëve që në spitale s'mjekohen dot. Mahatma Gandhi ka një fjalë madhështore, thot Gandhi, do të thot për një komb të kujdeset për ata që janë në nevojë. Dhe këtu fillon madhështia e Shqipërisë. Ne kemi vendosur të rishpërndajmë tërësisht të ardhurat dhe buxhetin.
të përcaktojmë minimumin jetik, pagën minimale, pagën mesatare, pensionet, që asnjë shqiptar të mos jetë më në rrethin e varfërisë ekstreme. Dhe në këtë mënyrë, ne bëjmë shoqërinë shqiptare më të drejtë, më të ndershme, më të barabartë. Në këtë mënyrë dhe ju, që dërgoni çdo muaj djersën tuaj në Shqipëri tek njerëzit që nuk kanë.